Ambasadorët e akredituar në Tiranë kanë rezultuar sërish negociator të suksesshëm duke bërë pas 7 muajsh opozitën pjesë të reformës në drejtësi. Në marrëveshjen që është bërë publike gjatë mbledhjes së Komisionit të Ligjeve, Partia Demokratike ka arritur të marrë barazinë e përfaqësimit në Komisionin e Posaçëm dhe Partia Socialiste nga ana e saj ka garantuar mos bllokimin e komisionit nga opozita. Përjashtimisht në rastet e mungesës quorumit, mbledhja e komisionit zhvillohet me praninë e njërit prej anëtarëve zëvendësues. Përjashtimisht në rastet kur rezultati i votimit ishte i barabartë, vota e kryetarit të komisionit është vendimtare. Shqetësimi i opozitës i kahershëm ka patur të bëjë me respektimin e standardeve europiane të transparencës, gjithëpërfshirjes dhe ekspertizës ndërkombëtare në zhvillimin në ecurinë e kësaj reforme. Për këto çështje, pra për respektimin e këtyre standardeve, kryetari nuk do të përdorë votën double, pra do të ketë një respektim të padiskutueshëm të këtyre standardeve dhe ne u dakordsuam. Të njëjtën pritet që të votohet edhe përbërja e re e Komisionit të Posaçëm për reformën në drejtësi, i cili do të ketë tashmë 5 përfaqësues nga shumica dhe 5 nga pakica. Me fillimin e sesionit të ri në shtator, pritet që ky komision të fillojë edhe punën për ndryshimin e ligjeve dhe ndoshta edhe të kushtetutës.